Mirë, temat që kam pas bojnë me ju, kryesisht kam pas bojnë me Arsim Tult. A keni shku fizikisht në ndonjë për objekteve që i keni përuru para dhe gjatë fushatës, dhëtor, janar, shkurt? A kam përfundu që ato qerë dhe shkolla fillore, e di që u përuron të shkolla, ma ne shkoni mas 2 dite i dërgonim kamerat, s'kish kur gjo, s'kish inventar, s'kish... Në Malishev ka qeni halaka me madhe, në Bilic ka qeni halaka me madhe, për qëto dyja e di që kom qu gazetar vetë, po veç po pysa, a kam përfundu si projekte? Janë një numër i konsiderushëm, dhe më thonë janë mbi 60 qerdhe të cilat janë të përfunduara. Janë përfundu? Po, pa tjetër. Dhe ka të tjera të cilat janë në proces, akoma edhe të ndërtimit edhe tutje. Tani e vërteta është se ato kanë qenë disa prej tyre të përfunduara, disa janë vendosur gur themelet, disa vazhdojnë të punohen, edhe janë shumica e tyre. Po kemi qenë, për shembull pas fushatës së Voni kemi qenë në Gjakov, ku është përfundu qerdhja bashkë me kryeministrin Kurti, dhe jo vetëm atë. Në Podujevë është vendosur gur themeli një qerdhes së re. Kemi qenë në komuna të ndryshme, nuk kemi qenë akoma në Viti, për shembull, ndonë sa aty ka qenë komplet të përfunduar, por ka qenë, do të thonë, shkolla e cila ka pas shumë probleme dhe përfundimisht kemi arrit me përfundu, por ka qenë një pengesë e kryetarit komunës i cili e ka pamundësu edhe vizitën tonë. Njëjtë ka qenë situata në komunën e Prishtinës. Ka pamundësu, është në Kosovë Viti, a herën e mëram që këmë qyrën e? Vazhdojnë me qenë në Kosovë, por a ditë kur, dhe më thonë, kur ne kemi dashtë të shkojmë, kryetari edhe personalisht më është lutë në telefon, ka thonë që ju lutë e mos e janë një sot, po, për kur është ta këtu vizita... Se me pamundësu është diçka tjetër. Jo, në fakt ka thonë që mos e janë edhe 2 ditë pas asaj ka shku vetë dhe ka thonë që u bo, po e rëndësishme është që shkolla është përfundu, nxënësit janë atë, mësimi po vazhdojnë mirë, edhe fushata ka përfundu, por e rëndësishme është që fëmijët janë në kushte më të mira të mësimit. Diçka është ka lëviz. Tjetër temë për cilën keni qenë sulmuar shumë kanë qenë çmimet e librave. A dihet so kanë kushtu si vjetë, po me nej, që të vjetë shkollor, 2024-2025? Po, edhe që është ja librave, unë e di se ne kemi prishur oligopol atë. Në kohën kër ne kemi marrë detyren, ka qenë kryesisht librat e një shtëpije butuse, ose thënë ma mirë, kanë qenë maksimumi 3-4 shtëpi butuse. 3-4 është oligopol. Për njëra ka pas vazhdimisht mbi 60% të vlerës e teksteve, me miliona euro të garantuara. Ajo çfarë ne kemi bërë ndërvendimet e para që ne kemi marrë, ka qenë teksti alternativ, ku kemi lejuar që në shkolla të vendoset për librat me cilët duan të punojnë, duke marrë për bazë listën e miratuar të teksteve. Pra, çka ka ndodhur përpara mandatit tonë, ka qenë se edhe përpara, ka pas klasa, shkolla, mësues, të cilët kanë vendosur të punojnë me libra tjerë, por në njërën anë, Ministria i ka dërguar tekstet të cilat i ka blerë me 10 miliona euro, por mësuesit kanë thënë që këto libra i mbanin shpe, nuk janë këto të mira, këto libra tjera janë më të mira, dhe kanë kërkuar nga prindrit që t'i blejnë libra. Dhe ne kemi thënë që mësuesit vendosin me cilë libra, këshilli arsimtarëve, miratohet nga këshilli drejtues, sepse kjo ka qenë lejuar